Galeria e Arteve e Shkodrës, përveç se vazhdimësisë së veprimtarive të konsoliduara si çmimi Hidromeno, Salloni i Vjeshtës e të tjerë, gjatë vitit 2026 pritet të fokusohet kryesisht te arti bashkëkohor, duke i dedikuar hapësirën e saj një programi të pasur me ekspozita dhe evente të reja. Drejtori i Galerisë Fatmir Juka bën të ditur se në kalendarin e veprimtarive të këtij viti bëjnë pjesë disa ekspozita personale të artistëve nga vende të rajonit dhe Europës. Jemi në diskutim me emra të rëndësishëm të artit shqiptar. Kemi propozimin nga artistë huaj, gjë që është shumë e mirë. Kjo tregon që ne kemi kaluar tashmë kufinin e territorial të Shkodrës dhe Shqipërisë, pra si institucion, pra kërkohemi nga autorët huaj që të vinë të ekspozohet këtu. Kemi pas kërkesa nga autor nga Malizi, kemi pas kërkesa nga autor nga Spaja, nga Austria, kemi pas nga Italia. Për te ekspozitave, thot Juka, synimi është që Galeria e Arteve e Shkodrës të jetë një hapësirë më afër publikut dhe të sjellë perspektiva të reja në skenën artistike të qytetit. Për vitin 2026, ne kemi nevojë që ta shtrim diskutimin artistik në nivel më afër publikut. Do të thonë që të dalim pak nga skema hajde dhe shif një ekspozit, por të zhvillojmë, ta shndrojmë galerinë në një hapësirë diskursi publik. 2026 pritet të jetë edhe viti i realizimit të projektit të Bashkisë Shkodër për zhvendosjen e Galerisë së Arteve në një tjetër ambient me hapësira më të përshtatshme për ekspozimin dhe promovimin e veprave të artit pamor.